Si çdo javë, edhe kësaj radhe Kino Hyriehana ka publikuar programin javor të filmave, gjithnjë duke qëndruar në sinkron me zhvillimet më të fundit të kinematografive botërore. Vikendi do të jetë i mbushur me filma të shumt, duke u përshtatur kërkesave të secilës mosh. Patjetër duke sjellë pranë adhuruesve të filmit dy premiera, Goat dhe Shelter. Filmi Goat pasqyron rrëfimin në një botë me kafshë antropomorfe, ku Will Harris, një dem i vogël, merr shansin të luajë për ekipin profesionist Vineland Thorns në sportin rollerball. Pavarësisht skepticizmit dhe pengesave, ai përpiqet të provojë se edhe më të veçlit mund të arrijnë sukses të madh. Ndërkaq filmi Shelter tregon historinë e një ish-vrasësit të qeverisë që jeton i izoluar në një ishull. Kur ai shpëton një vajzë të vogël, bëhet objektiv i autoriteteve dhe ish agjencisë së tij, duke u detyruar të luftojë për ta mbrojtur atë dhe për të përballur me të kaluarën e tij. E premtja do të fillojë me shfaqjen e premierës Goat nga ora 18 dhe përmbyllet me shfaqjen e filmit Loja e fundit në ora 20. Gjatë ditës së shtunë do të shfaqen filma të shumt, duke filluar me filmin Tom and Jerry Forbidden Compass nga ora 13, për të vazhduar me filmin Zootopia 2 në ora 16. Filmi Loja e fundit do të shfaqet nga ora 18, ndërkaq dita përmbyllet me shfaqjen e premierës Shelter nga ora 20. Sa i përket ditës së diel, filmi Goat do të shfaqet në ora 13, Tom and Jerry Forbidden Compass ora 16, filmi Shelter ora 18 dhe dita përmbyllet me shfaqjen e filmit Loja e fundit në ora 20.